Personat që hanë hurma, kaki, duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Do befasoheni. Emri botanik i hurmave është Diosporios, që përkthehet fruti i perëndive, dhe ky emërtim i shkon shumë për shtat. Ky frut është një kombinim perfekt i një fruti të plotë dhe me shumë lëng. Është i ëmbël, por jo trullosës, që do të thotë se qellza juaj do të pëlqejë shumë shijen e saj dhe do ta bëjë një nga frutat më të preferuar të stinës. Hurmat vijnë në varietete të shumta dhe të larmishme. Ato i gjejmë në ngjyra të verdha deri te ngjyra e gështenjës. Ato kanë forma dhe varietete të rrumullakta, por asnjëherë njësoj. Llojet më kryesore të hurmave janë ato me farë të bardhë ose farë të zezë. Këto të fundit kanë një shije më pikante dhe gjithashtu më të butë. Megjithatë, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Përkrahas shijes së tyre fantastike, hurmat mbartin vlera të jashtëzakonshme shëndetësore. Hurmat janë të pasura me vitamina, minerale dhe antioksidantë. Ato përmbajnë ujë me shumicë, rreth 80% e përmbajtjes, por edhe fibra, vitaminën A dhe C, kripra minerale si potasi, kalciumi, kaliumi, magnezi, fosfori, seleni dhe sodiumi. Falë përmbajtjes së tyre të substancave, hurmat u japin energji organizmit, mbrojnë sistemin imunitar dhe kanë aftësinë të përmirësojnë tretjen dhe të luftojnë lodhjen. Hurmat janë të jashtëzakonshme edhe kundër stresit, kundër anemisë gjithashtu ose kundër mungesës së oreksit. Ndaj përfshirja e tyre në dietën tuaj do të jetë një mburojë vërtet ushqyese për trupin. Hurmat janë dietike, kanë veprime antiinflamatore dhe përfitime që kanë përmbajtjen e yndyrnave dhe ujit. A i keni shijuar ndonjëherë ato? A i dini se ato janë miqt më të mirë të dietës suaj? Ato janë pak të mëdha dhe kanë një ngjyrë të veçantë, nga e verdha në të gështenjë. Ato janë gjithashtu shumë të rëndësishme për organizmin tuaj. Proteinat e ulta dhe kaloritë e ulta, pavarësisht numrit të lartë të ushqyesve, e bëjnë atë një zgjidhje shumë të mirë edhe për detoksin e organizmit. Ekspertët këshillojnë konsumin e këtij fruti në mënyrë të rregullt. 3 deri në 5 kokra çdo ditë mund të ndahen në baza të ndryshme ditore dhe gjithashtu t'i japin trupit tuaj të gjitha përfitimet të cilat i ka të nevojshme. Të mirat terapeutike dhe benefitet e hurmave janë të shumta për shëndetin dhe për organizmin tuaj. Andaj ju ftojmë të dëgjoni me vëmendje këtë video deri në fund për të kuptuar vlerat e këtij fruti dhe cila është arsyeja kryesore pse duhet ta keni pjesë të dietës suaj. Këto fruta të ëmbla prodhohen nga një pemë e kakis, emri shkencor i të cilës është Diosporios kaki, ndërsa ato janë me origjinë nga Azia. Pikërisht në kontinentin aziatik ka disa arsye kryesore pse ato cilësohen si të tilla. Por cilat janë vlerat ushqyese dhe efektet e mira të hurmave për shëndet? Në këtë video do të zbuloni, sipas Step to Health, të gjitha vetit ushqyese dhe benefitet për organizmin. Hurmat kanë fuqi të larta energjike. Hurma ndër të tjera përmbajnë ujë më shumë se 80%, por edhe fibra, vitaminën A, vitaminën C, kripra minerale, potasium, kalcium, kalium, magnez, fosfor, selen dhe sodium. Falë përmbajtjes së tyre të substancave, hurmat japin më shumë energji organizmit. Në rastet se jeni të lodhur, ato mund të jenë në një zgjidhje shumë e mirë për të rikuperuar energjitë e humbura. Ato ndihmojnë në forcimin e imunitetit. Falë përmbajtjes së vitaminës C, hurmat ndihmojnë në mbrojtjen e organizmit pra sistemit imunitar. Trupi është në gjendje të mbrohet edhe nga shumë bakterie. Hurmat përmirësojnë tretjen dhe gjithashtu luftojnë edhe problemet me lodhjen. Hurmat ndihmojnë me tretjen dhe luftojnë lodhjen. Janë në fakt një zgjidhje shumë e përballueshme për shqetësimet të cilat lidhen edhe me aparatin tretës dhe atë të zorëve. Ndaj të mirat e tyre janë edhe me efekte pozitive laksative pra pastruese për zorët, falë përmbajtjes së fibrave të cilat i përmbajnë me shumicë. Por nëse konsumohen të papjekura pra të pasura me tanine, janë të dëmshme për organizmin. Hurmat duhet i konsumoni kur janë pjekur plotësisht dhe janë gjithashtu edhe të qullta për të mos ndikuar negativisht në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Hurmat kanë efekte të mira diuretike dhe pastruese, ndër të tjera kanë efekte pastruese për shëndetin tuaj, duke mbajtur larg edhe komplikacionet të organizmit. Hurmat janë një zgjidhje shumë e mirë në luftën kundër stresit,
lodhjes dhe oreksit të pakët. Këto fruta do të luftojnë në stresin psikofizik dhe lodhjen, si atë kronike që ka simptoma të ndryshme dhe humbjen e oreksit. Hurmat janë në një zgjidhje produktive për të shtuar vazhdimisht në dietën tuaj. Gjithashtu, ato e parandalojnë problemet kardiovaskulare dhe përmirësojnë gjithashtu në trupin tuaj absorbimin e hekurit. Hurmat ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Këto fruta madje mund të parandalojnë edhe absorbimin e hekurit në organizëm. Hurmat janë në një zgjidhje produktive edhe për mbrojtjen e organeve të ndryshme. Hurmat të mbrojnë organe të ndryshme janë në fakt shumë të mira për mbrojtjen e shpretkës, pankreasit, stomakut dhe zorrve. Përveç çrregullimeve të ndryshme të mëlçisë, farat e hurmave kanë gjetur përdorime edhe kundër problemeve të dhimbjeve të forta të barkut. Gjithashtu, përdorimi i tyre me kujdes mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë edhe kundër luhatjeve të niveleve të hekurit në trup. Një nga sëmundjet që frutat e hurmës mund të mbajnë në kontroll është edhe anemia, dobësimi i përgjithshëm i organizmit pas kalimit të ndonjë sëmundje. Në këtë rast këshillohet të përdoren mjekimi me hurma, ku çdo ditë konsumohen disa kokra, të cilat duhet të udhëzohen edhe nga specialisti i përkatës për të evituar kështu edhe gabimet që mund të bëni në konsumin e tyre. Hurmat janë në një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për të përmirësuar shëndetin tuaj tretës. Përfshirja e tyre në mënyrë të rregullt sigurisht që do të ketë ndikime pozitive në vlerat e shëndetit tuaj. Në kulmin e sezonit të hurmës, ajo sipas përkufizimeve letrare cilësohet gjithashtu edhe si pema e paqes. Ja vlen të përmendim se sa e dobishme mund të jetë ky frut tipik i vjeshtës për shëndetin dhe për dietat tona. Një frut që ndër të tjera mund të përdorim shumë në variacione të ndryshme edhe në kuzhinë. Pema gjithashtu mund të rritet edhe në pjesën qendrore të vendit tonë. Gjithashtu ato ofrojnë edhe një përmbajtje të lartë të fibrave. 1 hektogram i këtij fruti me lëkurë të verdhë në portokalli siguron 65 kalori dhe është i përbërë nga 80% ujë, deri në 18% sheqer dhe gjurmë të proteinave dhe yndyrnave, ndërsa ka rreth 2.5 gram fiber. Hurmat gjithashtu përmbajnë një sasi të lartë të kriprave minerale, veçanërisht të kaliumit, kalciumit, fosforit, vitaminës A, vitaminës C dhe B. Duke qenë e pasur me vitamina dhe beta-karoten, hurmat gjithashtu sigurojnë në trupit sasi të mirë të antioksidantëve të aftë për të kryer veprime parandaluese kundër radikaleve të lira. Një frut magjik energjik, veçanërisht e rekomanduar në raste të mungesës së oreksit, si dhe për ata që praktikojnë sporte në mënyrë të rregullt. Hurma është një frut që nuk rekomandohet shumë për diabetikët, por në doza të vogla edhe mund të përdoret, pasi ajo mund të konsumohet në format minimale. Por nëse e teproni me hurmën dhe vuani nga diabeti, mund të shkaktojë disi edhe një sër çrregullimesh për çështjen tuaj shëndetësore. Të shmanget ose të hahet me moderim edhe në rastin e mbipeshës për shkak të përmbajtjes së tepërt të kalorive, por cilat janë efektet e dobishme të hurmave në organizëm dhe cilët personat duhet i konsumojnë ato në mënyrë të rregullt. Le të shohim në detaje cilat janë përfitimet terapeutike të këtij fruti dhe arsyet kryesore pse duhet ta keni pjesë të listës suaj ushqyese. Hurmat forcojnë sistemin tuaj imunitar. Hurmat përmbajnë vitaminën C, e cila është e aftë për të forcuar sistemin imunitar dhe gjithashtu e pasur edhe me elementë të cilët gjatë periudhës së timrit dhe të vjeshtës mund të japin rezultate fantastike mbrojtëse kundër komplikacioneve të stinës. Hurmat janë në një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për ata persona të cilët kanë probleme me shëndetin kardiovaskular, duke ofruar një zgjidhje mjaft të mirë pasi promovojnë thithjen e hekurit në trup. Hurmat kanë efekte laksative çka do t'japin rezultate mjaft të mira ushqyese për ata persona që kanë probleme me tretjen. Ndaj konsumi i tyre 2 deri në 5 kokra çdo ditë është më se e kënaqshme për organizmin. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.